Uji në Strug gati një muaj është i papishëm për shkak të ndotjes së burimit në fshatin Shumë. Kështu banorët ujin vazhdojnë ta blejnë. Në 3 ditët e fundit ka një përmirësim, tregojnë analizat e Institutit për Shëndet Publik, por ende nuk mund të konsumohet. Uji këto ditë e fundit është 3-4 ditë e fundit është i pastër, por megjithatë Instituti për Shëndetësi Publike na ka rekomanduar që duhet presim edhe disa ditë të stabilizohet uji i pastër. Shpresojmë që kjo të ndodhë, nëse nuk ndodhë do të vazhdojmë sërish me masa tjera. Ministri i Mjedisit Jetësor Muhamet Hoxha u zotua se qeveria do të ndihmojë komunën e Strugës me 90 milion denar në projektin për përmirësimin e gjendjes për të ndërruar gypat e vjetër me trinj. Njën nga projektet për cilën biseduam me kryetarin e komunës së Strugës është edhe projekti i cili është duke realizuar, pra rrjeti i ujësjellësit, ndrimi i gypave të cilat të veç kanë qenë shumë të vjetra dhe ka pasur shpërndarje të ujit, një projekt i cili ka vlerën gjithsej 90 milionë denar. Komuna e Strugës njoftoi se turbullimi i ujit në burime është pasojë e mangësive shumëvjeçare në menaxhim dhe ndërhyrjen sipërfaqësore në sistemin e ndjeshëm hidrogjeologjik të burimeve Shumë dhe Belica e Epërme, të cilat ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e ujrave nëntoksor.